Kandidati i pavarur për Bashkinë Vlorë, Vasil Bedinaj, ftoi banorët e zonës së Ish Elektrikut në një diskutim të hapur për programin e tij elektoral. Bedinaj premtoi që brenda vitit të parë të mandatit të tij do të pastrojë fushën e aviacionit dhe do të ndërtojë një qendër multifunksionale sportive që do të jetë në dispozicion të vlonjatëve. Gjatë këtij diskutimi, kandidati Bedinaj theksoi se kontratën e parë me qytetarët do ta ketë 1 vjeçare dhe pas vitit të parë të mandatit, ai tha se do të përballet me qytetarët për premtimet e mbajtura. Premtimi jon i parë për lagjen tuaj do të jetë ajo fushë, që mbas 1 viti aty të jetë një ambient vërtet që edhe fëmijët tuaj të futen e ju mos pyesni ku janë se janë atje. Të gjitha llojet e sporteve, se është gjuna gjithë ajo fushë atje, e di që ka tornellata. Tornellata ka për të hequr. Do t'i heqim apo? Do t'i heqim se fondet janë. Fondet kanë qenë. Vlora nuk ka vojtur ndonjëherë për fonde. Deri në ditën e votimit do keni 2 kontrata me mua. Një kontrat që do jetë për 100 ditë dhe një kontrat që do të jetë për 360 ditë. Në moment që unë nuk do bëj ato që do premtoj, që do të shkruajnë atë kontratën 360 ditore, nuk i bëj, unë dorëzoj çelësat miku im. Kandidati Vasil Bedinaj shpjegoi për qytetarët avantazhet e një kryetari bashkie të pavarur për Vlorën. Vlorës në këto momente i duhet pikërisht një kandidat i pavarur. Pse i duhet? Ne duhem të bëjmë atë që sa delim nga dera e shtëpisë apo dera e hotelit, bjem në grop. Ne do bëjmë atë që na vin prishet pompa se s'na vin ujë të lartë, do bjem ujë. Ne do bëjmë kopshet edhe fushat e sportit për fëmijëve, se si kemi. Ne do t'i japim shansin Vlorës që të ketë ndryshim. Të zgjedhim midis nesh më të mirët, pa pyetur se çfarë bindje ke, se nuk duhet të ketë bindje politike kur je në hall. 2 kritere do kem. E do Vlorën dhe ke vullnet për punë. Momenti i kandidatit të pavarur në Vlorë në këtë situatë që jemi ne sot, është momenti më i mirë dhe i duhet Vlorës. Kandidati i pavarur Bedinaj do të vijojë diskutime të hapura me qytetarët edhe në ditët në vazhdim. Bedinaj ka premtuar se do të mirëpres kontributin e çdo qytetari vlonjat për të ndërtuar projektin e Vlorës së të ardhmes.